Janë dhe 7 të tjerë të paktën, janë pa fund, po I themi me radhë. Të katërtit janë fëmijët tanë, për cilët kemi dalë gjithë këtu në shesh, dhe unë jam krenar për çdo prind që është këtu në shesh sot dhe ka dalë për ata fëmijë që I duhet me orë të tëra të dalin të lvizin me makinë të paktën jashtë Tirane për gjetur një vend ku të luajnë, sepse çdo gjë këtu është betonizuar, nuk ka një park, u duhet që të ecin me orë nëse do e bëjnë me të ecur dhe ose duhet marrin makinën, duhet të kalojnë me vështirësi këto mama heroina në për këto trotuare të cilat nuk kanë rrugë dhe nuk mundet ku të aksesojnë. Kështu që bravo për gjithë prindrit që janë këtu, fëmijët tanë, besoj që do t'jenë krenarë se përgjithsisht fëmijët nuk ta dinë. E pesta më pas është një zonjë për nga mosha, por jo për nga karakteri. Është një zonjë që ka lënë në pritje të paktën 160.000 familje, të cilat presin me vite për një vendim drejtësie. Drejtësia është një nga arsyet dhe një nga organizatorët e kësaj proteste. Shqiptarët nuk mund të presin më me 10-15 vite për të marrë të drejtën e tyre. Duam drejtësi! 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 Janë dhe 5 pika tjera, e 6-ta, nëse më parë njerëzit uronin me njëri tjetrin që të kenë shëndetin, sot urojnë që mos shkofsh në për spitale, thonë, sepse sistemi shëndetësor është një tmerr I vërtet që mos vafta as hasmi. Kryeministër, kam një lajm për ty. Diaspora këtë radhë nuk do të vi për pushime, po do vi në protest. I shtati aty në listën e organizatorëve është, besoj më e rëndësishme, ka lënë postulat Naim Frashëri. Arsimi! Duam arsim cilësor! E teta është bujësia që fermerët tanë sot Shqipëri e re! 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 Edhe 3 pika shkurtimisht. Të tetët, jo nga rëndësia, janë fermerët tanë, të cilët edhe ata duhet jenë këtu dhe besoj që një pjesë e mirë janë këtu. Duhet të ofrohen kushtet minimale për të arritur për të prodhuar për fëmijët tanë, sepse ne themi turizmi, por nuk mund ketë turizëm pa patur bujësie edhe gjithë elementet e tjerë mbështetës. Tani edhe 2 pikat fundit, të 9-tët, jo nga rëndësia, janë pensionistët! Ta bëjmë të luftë për gjyshrit dhe gjyshet tona. 550.000 pensionistë shqiptarë marrin më pak se 200.000 lekë të vjetra në muaj. A e kuptoni që të tmerri është më pak se 200.000 lekë, 550.000, 200.000 të tjerë mbarin mbi 200.000 lekë. E fundit, minatorët, naftëtarët, ata që kanë dalë nga shtëpitë e tyre pa e ditur nëse do kthehen, dhe sot janë në mëshirë të fatit. Shkurtimisht për ta mbyllur, shkurtimisht. Këto janë 10 nga qindra organizatorët e kësaj proteste që janë gjithë këtu para, por jo vetëm këtu para. Tani, grupi organizator ka 4 pika shumë të rëndësishme që duhet t'i artikulojmë këtu sot. E para është dorëheqja! E dyta, më ndihmo pak lutem se nuk shoh këtu.
Dorheqja. Dorheqja! Të tretën, besoj se e merrni me mend që është dorheqja! Dhe të katërtën, po ju aloj juve që ta thoni. Faleminderit gjithve dhe mos harroni që për gjithë të grup organizator fajin e vetëm e ka kjo politik 35 vjeçare që na ka sjell këtu. Dhe një gjë shkurtimisht fare. Protesta ka një grup iniciues i cili shërben vetëm si garanci që Sobrani do të dëgjohet. Dhe deri në këtë moment askush s'ka pse di asgjë. Faleminderit gjithme. Forca gjithve!